Nuk do të harxhoni më lek. Llumi i kafes ju shpëtoni jetën. Kafeja është një nga pijet më të konsumuara në botë sipas statistikave të fundit. Njerëzit zakonisht llumin e saj e hedhin, por pasi të dëgjoni këtë video deri në fund, do të ndryshoni menjëherë mendim për të. Llumi i kafes ka shumë përdorime praktike si në shtëpi ashtu dhe në kopësht. Madje mund të ndihmojë edhe në shëndetin tuaj të lëkurës, citojnë ekspertët. Në këtë video, sipas Brightside, do të lëndisim disa nga përfitimet kryesore të cilat do t'i merrni nga përdorimi i llumit të kafes. Ajo mund të përdoret si plerues i kopshtit tuaj. Ata që kanë në kopësht, por edhe ata që kanë në balkonin e tyre të mbushura me vazo me lule, e dinë që pleu jo gjithmonë është i pasur me vlerat e nevojshme për të rritur bimët. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Për më tepër, bimët që ju keni mbjell i thithin të gjitha këto vlera, duke lënë pleun të zbrazët dhe llumi i kafes përmban disa nga mineralet kryesore që nevojiten për rritjen e bimëve, siç mund të jenë për shembull nitrogjeni, kalciumi, kaliumi, gjithashtu hekuri, fosfori dhe magnezi. Gjithashtu, llumi i kafes do të thithë në mënyrë më të mirë metale të dëmshme që kontaminojnë plehun, por më tepër, llumi i kafes mund të tërheqë edhe krimbat e tokës, të cilët janë shumë të nevojshëm për ajrosjen e kopshtit tuaj. Nëse nuk dini se si ta përdorni, është shumë e thjeshtë. Mjafton që ta spërkasni plehun në llumin e kafes, dhe kështu do të keni edhe një bimë më të shëndetshme. Llumi i kafes mund të mbajë larg edhe problemet e insekteve. Disa përbërës që gjenden kryesisht te llumi i kafes, si kafeina, mund të jenë toksik për insektet e bimëve tuaja. Për këtë arsye mund të përdorni llumin e kafes për të larguar insektet e bezdisshme, si dhe mushkonjat ose miza të ndryshme. Ekspertët këshillojnë që të spërkasni oborin tuaj me këtë përbërje ose ta lini për disa minuta enën e mbushur me llumin e kafes në dritare. Nëse doni të mbani larg kërmit nga bimët tuaja, ju sugjerojmë të spërkasni rreth kërcellit të tyre llumin e kafes. Kjo nuk do t'i lejojë që ato të ngjiten nëpër degët e bimëve tuaja. Llumi i kafes do të neutralizojë aromat e këqija. Arrin të neutralizojë aroma të ndryshme duke ju mundësuar që të mos ju mpihet nuhatja juaj. Këtë rol llumi i kafes e realizon përmes nitrogjenit, i cili do të eliminojë aromat e forta. Ju mund të vendosni një gotë me llumin e kafes në frigoriferin tuaj dhe kështu do të largoni të gjitha aromat e forta dhe papastërtitë që shkaktojnë erë të keqe. Gjithashtu mund të mbushni një çorape me llumin e kafes dhe pasi e keni tharë mirë, ta vendosni atë në këpucë, në çantat e palestrës, në dollapet ku mbani rrobat ose në makinë. Madje edhe mund të lani duart me të, pasi që mund të ketë larguar me lehtësi erën e hudhrës ose të peshkut nga gatimet. Në përbërje natyrale mund të përdorni edhe llumin e kafes kundër papastërtive. Llumi i kafes, duke qenë i ashpër, ndihmon në pastrimin e sipërfaqeve të ndryshme. Përveç se pastron ato dhe dizinfekton në saj të vlerave antibakteriale që kanë, sugjerohet se ju mund të përdorni llumin e kafes për të pastruar lavamanin, sobën, madje edhe enët e gatimit. Por sigurohuni që t'i shplani me ujë të bollshëm dhe pasi t'i keni përdorur, t'i trajtoni ato si duhet. Trajtono rrafët e erët poshtë syve. Lëkura afër syve është vendi i parë kur shfaqen gjithashtu edhe shenjat e para të plakjes. Shumë faktorë ndikojnë në formimin e rrafëve të zinj poshtë syve, përfshirë këtu qarkullimin e pamjaftueshëm të gjakut. Llumi i kafes është një prej zgjedhjeve premtuese pasi është e pasur me antioksidant dhe kafeinë. Ajo mund të ulë gjithashtu dhe inflamacionin e intjeve. Përmes antioksidantëve, llumi i kafes lufton radikalet e lira dhe parandalon krijimin e rrullave. Mjafton vetëm të shtoni pak ujë dhe pak vaj ulliri në llumin e kafes, duke formuar kështu një pastë. Aplikoni atë në zonat poshtë syve dhe e lini për 10 minuta përpara se ta shplani. Mund ta përsërisni këtë procedurë çdo ditë dhe rezultatet që do të merrni në fund do të jenë mbreslëndse dhe do të lehtësojnë në shqetësimet tuaja. Llumi i kafes është një zgjedhje shumë e mirë që mund t'ju vijë në ndihmë, sidomos në një sër procesesh të cilat kërkojnë
edhe trajtime më të specializuara. Gjithashtu, atë mund ta përdorni edhe si peeling për lëkurën. Dihet se llumi i kafes është i mirë për lëkurën, thjesht përzjeni me pak vaj ulliri dhe vaj portokalli dhe para çdo dushi aplikojeni atë në lëkurë. Përveç se ndihmon lëkurën të qëndrojë edhe më e shëndetshme, do të normalizojë edhe qarkullimin e gjakut që do ta aktivizojë më mirë. Llumi i kafes mund të përdoret për të larguar aromat e këqija të dollapit. Vendosni një lugë çaji me lum kafeje të thatë në një qese. E vendosni në hapësirat ku mbani rrobat tuaja dhe kështu do të shmangni erërat e rënda që rrobat mund të krijojnë si pasojë e mos lëvizjes së tyre për një kohë të gjatë. Kafeja është një nga pijet më të konsumuara në botë sipas statistikave të fundit. Njerëzit zakonisht lumin e saj e hedhin, por pasi të dëgjoni këtë video deri në fund, nuk do të mendoheni dy herë. Llumi i kafes ka shumë përdorime praktike si në shtëpi ashtu dhe në kopësht. Madje mund të ndihmojë edhe në një sër shqetësimesh. Thjesht e thani si duhet dhe e vendosni atë sipas nevojës për t'i dhënë në fund këtyre problemeve. Mendoni sa e sa lum kave hidhni në plera çdo ditë pasi konsumoni kafen. Llumi i kafes është një aleat i përkryer për kujdesin e lëkurës dhe bukurisë, por edhe për shtëpinë, kopshtin e të tjera. Ju mund ta përdorni atë për të shmangur milingonat, për të pastruar shtëpinë, për të hequr qafe erën kundër celulitit dhe shumë më tepër. Po le të fillojmë nga se si mund ta përdorim atë. Për trajtime të ndryshme, mund të përdorni llumin e kafes. Për një trajtim anticelulit, miksoni llumin e kafes me sheqer ngjyrë kafë dhe pak vaj kokosi. Pastaj e masazhoni mirë në trup. Pas gatimit ndonjëherë mbetet era e keqe në duart tuaja. Fshiheni atë me llumin e kafes, pastaj e shplani me ujë të ngrohtë. Shtoni një sasi të vogël të llumit të kafes te kënaja që përdoret për të lyer flokët. Kjo do t'i jap atyre shkëlqim dhe natyralitet. Për të pastruar trupin, përzieni pak vaj ulliri me llumin e kafes dhe masazhoni lëkurën. Me llumin e kafes mund të realizoni një maskë të mirë për fytyrën tuaj. Ajo do ta mbajë lëkurën më të butë. Përbërësit që ju duhen në realizimin e kësaj recete janë 2 lugë lum kafeje, 2 lugë plur kakao, 2 lugë qumësht ose kos dhe 1 lugë gjelle mjaltë. Aplikoni maskën në fytyrë të lagur dhe masazhoni mirë. E lini të veprojë për 20 minuta. Vendosni llumin e kafes në zonën ku doni të largoni milingonat. Është një metodë efikase që funksionon. Mund të hiqni aromat e këqija të frigoriferit duke vendosur një tas me plur kafeje dhe ta lini aty për 2 ditë. Metoda të njëjta mund t'i përdorni edhe për këpucët dhe gjithashtu rezultatet që do të merrni në fund do të jenë mbreslënse. Kafeja është një nga pijet më të konsumuara në botë, por llumi i saj mund të ofrojë shumë përfitime. Atë mund ta përdorni gjithashtu edhe si një mjet pastrimi. Nëse enët ju janë bërë shumë të palara, llumi i kafes do të zgjidhë këtë problem. Fërkoheni në një enë të cilën dëshironi ta pastroni, por kujdes që të mos thithë shumë ngjyrë. Gjithashtu nëse dëshironi që mobiljet prej drurit të shkëlqejnë si në ditën e parë që i keni bler, atëherë përzieni llumin e kafes me ujë, lyeni mobiljet dhe e lini të veprojë disa çaste. Pastaj e fshini me një copë të pastër. Llumi i kafes mund të përdoret gjithashtu si një maskë ideale për fytyrën. Fërkoni llumin e kafes në flok përpara se të hidhni shampo dhe e lini të qëndrojë ashtu derisa të lani atë me ujë. Për flokët bjond nuk këshillohet, ndërsa për burrunet mund të jetë një trajtim vërtet efektiv. Flokët do t'i keni plot shkëlqim dhe gjithashtu do të mbani larg papastërtitë e tyre. Llumin e kafes mund ta përdorni edhe kundër insekteve. Duke e vendosur llumin e kafes në ambientet e shtëpisë suaj, kryesisht në pjesën e dritareve ose në të gjitha pjesët ku janë të hapura, insektet do të qëndrojnë larg nga ambientet tuaja. Kjo për shkak se llumi i kafes do t'i mbajë ato larg për shkak të aromës dhe ekspertët këshillojnë këtë si një mënyrë trajtimi efikase në kursimin e parave, por mbi të gjitha duke mbrojtur edhe shëndetin tuaj nga kimikatet e ndryshme që mund të lëshojnë në solucionet për largimin e insekteve. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet
ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë tuaj.